Ti thua se do paqe, por pse heshtja të duket si dobësi? Pse kur nuk mbrohesh të djeg më thellë se vetë fyerja? Ndoshta sepse jemi mësuar të besojmë se forcë do të thotë të kundërpërgjigjesh, të flasësh, të faktosh se ke të drejtë. Por ja e vërteta, të cilën shumica e njerëzve nuk e përballojnë dot. Çdo herë që reagon, po jep dikujt tjetër telekomandën e emocioneve të tua. Dhe ajo etja për të kuptuar, ajo nevoja e dëshpëruar për të shpjeguar nuk është fuqi. Është një lloj skllavërie e heshtur. Stoikët e dinin këtë. Ata nuk humbnin kohë duke debatuar me budallënjt. Ata zotruan një gjë që shumica e njerëzve nuk e mëson kurrë: reagimin e tyre. Sepse fuqia e vërtet nuk është e zhurmshme. Ajo është e përmbajtur. Nuk kërkon miratimin e të tjerëve, por imponon prani. Prandaj, para se të harxhosh edhe një fjalë tjetër për dikë që nuk e meriton energjinë tënde, dëgjo mirë. Nuk ja ke borxh askujt reagimin tënd. Ka njerëz që ushqehen nga reagimi yt. Jo nga opinionet e tua, as nga e vërteta, por pikërisht nga reagimi. Ata ngacmojnë me komente, provokime, fyerje, jo për të nisur një dialog, po për të marrë peng emocionet e tua. Mark Aureli thoshte se gjithmonë kemi të drejtën të mos kemi një opinion. Kjo nuk është apati, është disiplinë, është të dish se nuk je i detyruar të lejosh askënd në botën tënde të brendshme. Mund ta sodisësh kaosin pa u përfshirë në të. Mund të dëgjosh fyerjet pa u fyer. Kjo s'është dobësi, është pushtet që shumica e njerëzve as e kuptojnë dot. Le ta themi siç është. Shumica e debateve nuk sillen rreth së vërtetës, por rreth egos. Ata duan të përfshinë në stuhinë e tyre sepse nuk duan të lagen vetëm. Por kur përpiqesh të arsyetosh me dikë që kërkon sherr, është si të bësh mundje me mjegullën. Sado e mpret arsyeja jote nuk do të funksionojë sepse arsyetimi s'ishte kurrë qëllimi i tyre. Pra, po sikur të mos reagosh, po sikur t'i lësh të flasin, të nëmin, të provokojnë teksa ti ruan qetësinë. Jo sepse je fikur, por sepse zgjedh paqen e brendshme, sepse ti di vlerën e qartësisë dhe të pranisë tënde. Sokrati dikur tha: mendjet e forta diskutojnë ide. Mendjet mediokre diskutojnë ngjarje, mendjet e dobta diskutojnë njerëz. Dhe Platoni tha: të mençurit flasin kur kanë diçka për të thënë, budallënjt flasin sepse duhet të thonë diçka.